Shkaqet e këtij çmimi të lartë para zgjithash dhe mbi gjitha lidhen me ngarkesën absurde të pamshirë fiskale mbi litrin e naftës që Edi Rama ka vendosur. Disa janë faktorët më kryesorë të këtij çmimi, por në mënyrë absolute, dy prej tyre që përcaktojnë në masën 90% të çmimit të lartë janë qeveritar dhe vetëm qeveritar. Së pari, ngarkesa fiskale. Ngarkesa fiskale në vendin me varfrin më të madhe në Europë, me rrogat më të ulta dhe fuqinë blerëse më të ulët, është më e larta në Europë dhe ndoshta në botë. Ngarkesa fiskale mbi litrin e naftës në Shqipëri është mbi 60-65%, ndërkohë që në vendet më të zhvilluara të planetit në mesatare, vendet anëtare të OECD-s, kjo ngarkesë është 40-45%. Ndërkohë, të ardhurat mesatare të vendeve të qytetarëve të vendeve anëtare të OECD-s janë 6 herë më të larta se sa të ardhurat mesatare të qytetarëve shqiptarë. Pra, është një gjobë të mërshme që rëndon mbi